Unë jam mirënjohëse gjithë rrugtimit tim këtu. Dhe thosha... Ku me dalë thot ai, kur rrite me Stenaldo në arti? Kur erdi Rogerti, Po, bravo. frate, filmas asaj dite që u ba prajmi që kanë dash për të pas në 6 lasht në kasht, Gerti ka shku i ka ra fort këty në dyve, i kam thënë kësajt. Pritja që thëni gjë tjetër. Diqa ka kjo, i thash, edhe Qa pap, thot më, qa thot? O Roger, prit ta mbaroj, këtë se më thëni gjë tjetër. po kërkoj falje, natën, Jo. shifre nesë. Dhe që ndodhi? Te kafja. Tani, quje fat, quje se publiku, do e zdo në ato nominime që unë kam qënë, do e zdo publiku ka vendos me më shpëtu. Ajo përqindje vogël ka vendos me shpëtu. Kaq. A kuptonu? Po, si, Kështu që... vetëm se kështë në të fije. Po mirë, rregull. Zotësi është dhe ajo. Po kjo të ka bo më të fort. Po, dhe unë doja një ortakri, thoja unë du një ortakri me një mashkull, burë. Të ka bo më të fort. Što si puna jotë, ose si puna Rogerti. Nuk mund kisha bërë takri kurrën me një djalë më zhestime, ose në njeri që se unë e kam këtë ide në rrezikut, unë e rrezikoj, kam frikë. Nga Rogerti këtu, pa thash malsor, ta do kuptojmë në shumë gjana. Jo për tjeshtin e krahines, por e themor, sinqerisht, edhe karakteri, kupto? Edhe për mu ka qenë shumë e rrezikshme mu vullë me Rogertin, se unë realisht nuk kisha dalë direkt. Ke marrë guxim të madhë. Ka marrë guxim të madhë unë, se isha komplet... Po ky pra është Big Brother jo Juel? Që të marrësh guxim. Isha një banore normale, isha një banore normale. O Juel, ky është Big Brotheri që ke bërë ti. Që të bësh guxim, të marrësh guxim, që ty është olla, o e boj ose Dhe çmimi që boj. unë pagujta me dal nga zona komfort, ishte epiteti Rogerta. Ky është çmimi që pagujta. Si gjithë ne që kemi atë çmime. Ky është çmimi. Pedofili Mos pra. identiteti. Pedofili pra, manjaku, perversi, ja pra, mijat. Ky është çmimi. Që s'është fare çmim, zero. Se s'më interesoj hiç, se thirrin Rogerta. Se unë nuk ndrysho. Ricky Balboa, flej gjunta. Flej gjunta. Mirë, shifre.